Përshëndetje miq, sot në Elevate kemi ardhur të zbulojmë një thesar të Bregdetit të Lionit. Jemi në Sarandë, tek Buz Hotel. Erdhni me mua që të shohim. Tani do t'ju tregoj një ndër suitat më të veçanta të këtij hoteli, suitën Buz, dhe për të shkuar atje, kalojmë përmes këtyre shkallëve në natyrë. Futemi tani në suitën Buz. Kjo suita është ndër të preferuarat e klientëve VIP të hotelit, sepse është realisht një suitë shumë më private. Ajo që e bën të veçantë është edhe muri prej guri, që është pjesë e murit rrethues të hotelit, e ndërkohë pastaj pamja spektakolare vetëm me xham ku shikohet deti, ndërkohë që je i shtrirë në krevat, shikon vetëm ujë dhe ndaj të jep ndjesinë të qenit mbi ujë. Gjithçka është shumë moderne dhe të jep një ndjenjë paqe dhe relaksi, edhe dekori i kësaj suite. Por ajo që e bën më të veçantë është gjithashtu edhe vaska që ndodhet këtu për raste të veçanta, për një udhtim romantik. Përveç kësaj, është shumë e rehatshme sapo del nga suita, ke hapësirën për të ushtrirë në shezlonët dhe për të patur edhe rastin që të bësh banjë dielli. Dhe në fakt kur dalim nga suita Buz, direkt shohim të verandën, këtë terracën, ku janë edhe disa shezllona për të relaksuar me pamje krejtësisht nga deti, e ndërkohë për të vijuar pastaj, shkojmë edhe vijojmë edhe tek pjesa e plazhit. Ky është një plazh privat, shumë i bukur dhe shumë i veçantë, në fakt sepse Saranda, jo çdo hotel ka akses tek plazhi i tij, dhe kjo e bën të veçantë edhe hotelin Buz, sepse ka një plazh privat, natyral, shumë të bukur dhe me guret të vegjël, dhe duket qartazi edhe kthjellësia dhe ngjyra e mrekullueshme e detit. Këtu të gjithë turistët që vinë, sidomos nga jashtë, impresionohen me këtë pastërti të detit jonë edhe me këtë plazh kaq të qetë edhe kaq relaksues. Në fakt vlen për të përmendur që ka edhe një beach bar, por ky plazh është ekskluzivisht për hotelin. Pra, ata klientë të hotelit kanë privatësinë e tyre dhe mund ta kalojnë gjithë ditën këtu, ndërkohë që aksesi tek dhomat është shumë i thjeshtë. E ndërsa zbresim tek plazhi, ky plazh privat, që është realisht diçka shumë e rrallë për Sarandën, shijohet nga të gjithë turistët, por e veçantë shumë është edhe pamja e qytetit të Sarandës nga ky plazh, ku sidomos natën që duket me drita është vërtet fantastike. Kjo është pishina e hotelit Buz, një pishinë me përmasa diku te 5 metra me 12 metra, e përshtatshme edhe për të rritur edhe për fëmijë, pasi thellësia vjen në nivele të ndryshme. Tu preferojnë përgjithsisht turistët të qëndrojnë mbasdite, pasi e shijojnë të lahen në pishinë, por gjithashtu edhe të konsumojnë një koktejl, një pije alkolike për të bërë gati për mbrëmjen, pasi edhe bari është pak më afër dhe aksesin e kanë më të thjeshtë. Buz Hotel mund karakterizohet më shumë si një butik hotel, ka gjithsej 25 dhoma, përfshirë këtu edhe 3 suitat. Është një hotel që preferohet shumë nga klientë të huaj, do thosha. Vjen shumë klientë nga Gjermania, nga Amerika, Spanja, Italia, por edhe klientë shqiptar ka mjaftueshëm. Kalohen pushimet këtu, është një destinacion shumë i mirë dhe shumë i pëlqyer për të vizituar Sarandën dhe të gjithë jugun, por gjithashtu edhe një hotel ekskluziv, ku shërbimi është shumë i mirë dhe është më i paqët, më i qetë dhe më i vogël. Vinë edhe për fundjava klientët shqiptar dhe kanë një mundësi shumë të mirë shqiptarët të vizitojnë Korfuzin duke qëndruar këtu, ndërkohë të huajt vinë nga Korfuzi përmes aeroportit Korfuzit direkt në Sarandë dhe vizitojnë Sarandën. Këtu jemi tek pjesa e brendshme e restorantit, teksa shikojmë edhe ekspozitorin e verave këtu, ka disa
lloje verash, vera italiane, franceze, spanjolle, por nuk mungojnë edhe verat shqiptare. Verat shqiptare, sidomos Stone Castle nga Geca Estate, që qëndron edhe disi në vendin e Nderit dhe preferohet shumë edhe nga klientët. Ndërkohë kalojmë këtu, kemi frigorifer shumë të veçantë. Ky është një frigorifer dry age për mishin, ndërkohë ky është një mish Fiorentina që mund ta porosisin klientët sipas peshës që ata duan, piqet ashtu sipas preferencave të klientit, por përgjithsisht piqet në metodën al sangue, pra rarely cooked. Ndërkohë për frigoriferin duhet theksoj faktin që mishi mund të qëndrojë këtu në ekspozitor deri në 6 muaj pa patur nevojë për të ngrirë. Pra është edhe për stazhonim, por edhe për mirëmbajtje të këtij mishi Fiorentina. Ndërkohë, këtu shikojmë që kuzhina është me xham, pra është krejtësisht e hapur, në mënyrë që klientët që darkojnë të shikojnë edhe cilësinë dhe pastërtinë e kuzhinës. Në këtë kënd vim tek ekspozitori i peshkut, me sa shoh këtu ka peshq të ndryshëm si koc, barbun, levrek, gjuz, merluz, të gjithë peshqit janë të freskët, klientët mund të zgjedhin sipas preferencave të tyre. Këtu jemi tek pjesa e barit, që bari sigurisht është shumë i preferuar për klientët që në pjesën e parë të ditës, ku mund të porosisin pije të ndryshme dhe koktejle, siç kanë porositur sot, një vodka sour, por edhe mbas dite, koktejlet mund të shërbehen kudo, tek pishina ose edhe poshtë tek plazhi. Këtu vim në një nga suitat e tjera të Hotel Buz. Kjo është një suite shumë e veçantë në katin e 4, pasi pamja është realisht spektakolare. Siç shihet, arredimi është modern i kësaj suite. Ka këtë pjesën këtu ku ndodhet shtrati dhe shikohet direkt pamja e detit. Ka mjaftueshëm hapësirë edhe për të punuar tek pasqyra. Unë kisha laptopin tim më përpara, pasi kam ndenjur vetë këtu, edhe po punoja në kushte shumë komode aty. Ndërkohë, pjesa tjetër këtej është një sallon, pra edhe për një familje që vjen me fëmijët, do ishte mirë që edhe kjo pjesë të shfrytëzohej edhe për përfjetjen e fëmijëve tek ky divan këtu. Ka 2 televizor kjo suite, të dy janë smart, njëri këtu në dhomën e ndenjes dhe tjetri tek dhoma e fjetjes. E shikojmë këtu tualetin, ndërkohë edhe nuk mungon edhe sapuni i duarve edhe kremi, i gjithë vanity set me të gjitha ato që janë të nevojshme për një qëndrim sa më komod. Këtu kalojmë tek pjesa e dushit, cila është e veçuar nga lavamani, edhe robdishambrët këtu, gjithashtu edhe dushi është shumë spacioz. Është balkoni i suitës time, një balkon shumë i këndshëm me një pamje spektakolare të gjithë Bregdetit, të Sarandës. Këtu duket i gjithë qyteti, ndërkohë është dhe pamja e pishinës edhe plazhit Hotel Buz, po ndërkohë këtu mund të shijohet në fakt një darkë shumë romantike, ku mund porositet ushqimi dhe vjen nga lart për ta ngrënë me këtë pamjen e mrekullueshme në privatësi të plotë. Ndërkohë jemi në një nga dhomat standard të Hotel Buz. Mobilimi është modern si në suitat e tjera që kemi parë, megjithatë shumë i rehatshëm. Vlen për të theksuar që gjithçka që nevojitet ndodhet këtu në dhomë, përfshirë edhe shapkat e dhomës, që janë të gjitha këtu, gjithçka është e një cilësie shumë të mirë, dhe ky dollapi që është modern me drita dhe tetirin. Tualeti është realisht shumë i bukur, me pllaka me ngjyrë të errët, me këto ujërat, edhe vlen për të theksuar që të gjitha produktet e kozmetikës në
tualet, përfshirë shampon edhe balsamin edhe shampon e trupit, janë të firmave më të mira dhe të një cilësie shumë të mirë. Kjo dhomë ka gjithashtu një pamje shumë të bukur nga plazhi i Sarandës. Për pushimet pa harruara këtë verë në bregdetin e jugut shqiptar, Hotel Buz në Sarandë është zgjedhja ideale.